rafting drinin e zi, shite, në Peshkopi, e disa kisha parë Peshkopi 35 vjetë. Është i erdha, shofim si do jetë rafting. Tu është drini zi, nga ana tjetër zbret drini bardh edhe bashkohen në drin të dy. Shi, lumi nuk duket se ka shumë nivel uri, po okej do jetë. Shofim si do jetë rrugës. Tani duhet marrim jelekët. Gjitha. Po shkom tani. Po s'pas ka shumë ujë. E kemi mjaftueshëm e kemi. Mjaftueshëm është? Pas pak e kemi mjaftueshëm. Ujti niveli shumë do shto. Aty vjen niveli shumë? Po, ja ka qenë ngram sepse duket lagështina e ujit. Në darkë hapi digën e dibës madhe dhe shton. E sa do shkojmë në poshtë? Ne do bëjmë me gati 20 minuta. Super. Pjesë vogël do bëjmë. Po pastaj makinat zbresin poshtë? Vjen makina na pret aty se kemi direkt te restorani do ndalë. Aty do ham, do konsumojmë diçka dhe do ikim direkt në pastaj. Po më. Ti do japësh asaj? Po jep dot? Qa figure. Me të vërtet një fluks i madh për rafting dibër. Rafting dibër, rafting drinë e zi, tani ta shohim si është. Kush është pjesa më e bukur? Kjo këtu? Pjesa më e bukur kemi një pjesë në Gradec aty që ka pak adrenalin, pastaj më e bukur është në pjesën e Reçit ku na bashkon me kufi me Kuksin, sa aty ka ujvara, ka shpella, ka mozaik. Jo, po s'do rrëzohemi në ujvar me këtë. Jo. Hajde ecim. Këta dy skafandër do... Ta nisim tani edhe unë një skafandër. E kemi këto tapë. Ma jep. Duhet vëdhe skafandrë. Një sekund, alo. Hape pak mrapa. Më rri pak e ngusht. Ha? Që kush e ka një? Jo, lirohe pak mrava. Lo. Me atë do vish me pedalin? Po. Sa të vë kapelen se kjo më rika e vogël. Që është kur e ka i kokën e madhe. Kjo është më madhe. Më të madhe se kjo nuk... Tani gati për të filluar zhytjen. Forward. Nisi tani e të përpara. Ole, hajde na. Rej, ke edhe mikrofonin tim, mos të bjeri. Jo, se çesë e kam bjerë mikrofonin. Edhe Rej po na ndjek. O, Rej, s'ka më shpejt se ne. E shoh tani një herë versionin tjetër. Shive. Edhe uji që nga relativisht transparent. Jam duke ecur. Tani po ecim nga dalë. Shive si është uji. Fantastike. Shkam dy plumbave. You said sometimes you don't have to level it.
bit more up, but you need to be a bit crazy, you know? Sa metër është atësia? Ka njerëz që hidhen nga shkëmbi? Ka nga ato që hidhen, po fakt këtë qisë vetëm se nuk ka shumë ujë, niveli poshtë edhe Sot, se në përgjithësi ka dhe më shumë, ë? po ngjitet deri atje sipër. Shikoj ku vjen niveli deri ato myshkat atje sipër. Ngjitet edhe 1 metër, 1 metër gjysmë sipër. Po. Me syzet e metës, watch far pas tërtije. Se kam instinkt e ke bërë se Sa bukur që nga. Left back. Stop. Forward. Po ne mund të lajmi diku? Po, do ndalojmë në një urë, është një urë një vend Super. i lezetshëm, aty do ndalojmë do lajmë. Forward. Stop. Kush tha që nuk lajem unë drinin e zi në Dibër, sa erdhëm me... është vapë në Tiranë, ngrinë këtu, që ta dini. Drini e zi Dibër. Merë ka ujë poshtë. Po, avash rrotulloh ashtu dhe. Ja, vazhdon. Pajtimit i kemi lënë një lopat me të bekë që të mbaj drejtimin, po e humbim duket. Forward. Çfarë transparencë. Pa besueshme. Tani ajo kalaja gëzhdoni, ku kemi lënë makinën atje sipër, Po. vazhdon atje dhe përfundon këtu. Ku përfundon kalaja? Këtu përfundon të drinjës. Dhe kjo është pjesë e kalas, Greshdan. Kalaja e Greshdanit. Greshdan, po, dhe këtu është akoma është një dhomë që ekziston me rënoja të vjetra. Sipas dhonave, këtu është fshati Gradec. Po. Dhe ka baznet njerëzit me Grada, Gradec. Se di sa qëndron ajo, se kam përshtypjen është toponimi slave, po. Pastaj, Greshdani është grazhdi i kuajve dhe i love grek. Greshdani Po. ka qenë grazhdi i kuajve i Baktis. Dhe thonë që qumshti ka pasardhë nga Maja Malit me ulluqe druri dhe vite këtu Qumshti. qumshti. Ka me ulluqe druri, ka pas bë kanale aty mes ullu, si thëmin, dhe ka pasardhë qumshti nga Bishka deri këtu te Kalaja. Është fantastike. Shive si është. Tani është pjesa tjetër, po vazhdojmë. Sa larg e kemi restorantin? Dy kthesat e fundit. 2 kthesat e fundit për te restoranti. Ti e di pasaj ç'a të bëjnë Dibër, t'japin jufka që të mytesh. Edhe pesh. Edhe pesh, troft e egër, ë? Troft e egër. Troft e egër, nuk e di si e kapim troftën e egër. E kemi kap me push. Me push, Nuk i lejoj njerëzit me dinamit këtu në këtë pjesë. me pushke e ke kapti troftën e egër. Jo unë, ja. Është ai dorsi aty. Ashtu, ë? Po. Dhe vetëm me push. like we're in the Odyssey. Vetëm ato të mëdhej. Did you see the new movie that came out? Wow, qa fantastik. Si është pjesa ansor. About ancient Greece. Christopher Nolan maybe. E nisi me hedhje nga ura, do e përfundoj me jufka sot, nuk kam që t'i bëj. Sa vjet ke gujt pajtim? Rregullisht kam 7 vjet, po ka 12 vjet që jam kështu nxehtë, po 7 vjet jam rregullisht. 12 vjet që jam lum. jen lum, edhe 7 vjet 7 vjet jam rregullisht. rregullisht. Po. Gujt. Tani jemi të licencuar me licencë niveli 3 me çdo gjë me sistem evropian. Do ju tregoj më mbrapa se është figurë fare, di çka ka apo jo. I ka të gjithë llojet e mjeteve që ecin, notojnë dhe fluturojnë. Skia. I ka të gjitha. Edhe ato që kusket. Forward left. Are you ready?
Na era. Io ti do domani. Na mori era tani.